Tash, si të themi, të bim të teksishit apo të bim i degës, që është shëndru. Të ndëruar banor të lagjes të teksni, të ndëruar funksionar të Vlenit, shefi shtabit qendror, drejtor, deputete Kaltrina, të ndëruar antar të shtabit të Vlenit në Tetov, Betim, Menizar, Gadaf, të ndëruar këshilltar të tanishëm dhe këshilltar të ardhshëm me në krye bardhësin e listës Albi Qamili, lista e këshillit që do t'jetë fituese dhe triumfuese në këtë zgjedhje dhe i nderuari kryetari i komunës Tetovës që do të njihet në historinë e qytetit si kryetari më i suksesshëm i cili e transformoi qytetin e Tetovës. Mirëmbrëma gjithëve nga kjo pjesëmarrje masive, nga kjo pjesëmarrje me energji pozitive, duke parë ftyrën gjithë secilit, e kuptoj që mezi se pritnin që të vije 19 tetori dhe të vërshoni në kuti të votimeve, të votoni për ndryshimin i cili nisi në vitin 2021, ndërsa vlen të përmendet që këtu në të teksi ka filluar që në vitin 2016 ndryshimin. Dhe tani mo me pa dyshim që para vetes kemi opcionin i cili për 4 vite dëshmoi se sa punë kanë mundur të bëjnë ato tjerët për nuk kanë bërë. Dëshmoi se si punohet më për kushtim për qytetin e Tetovës, dëshmoi se si punohet 24/7 duke dashur dhe duke zgjidhur hallet e gjithë qytetarëve të Tetovës, pa dallim se çfarë bindje politike kanë, pa dallim se nga cili vend vinë. Keni pa që ata tjerët kanë humbur rrugën, thonë populli fjala popullore, kanë humbur rrugën në oborin e vetë. Nuk i dinë edhe rrugët e qytetit të Tetovës, e para mundon mo të udhëheqin dhe të menaxhojnë me Tetovën. Dhe duke mos pasur projekt për zhvillimin e Tetovës, duke mos pasur projekt për çdo rrugë, për çdo problem, të çdo lagje dhe çdo fshati, folin fjalë të mëdha patriotike, fjalë të cilët nuk kanë edhe kuptim në krahasim me atë se cilën kanë bërë ata. Na akuzojnë, sa ironik është fakti që na akuzojnë goja se për botën sërbe, që me qeverisjen e Vlenit, bota sërbe ka ardhur tek ne. Kush bënte fotografi për çdo ditë me Vučićin? Kush ishte promotori më i madh i Open Balkanit, një projekt sërb i cili ishte i dëmshëm për qytetarët shqiptar të Maqedonisë së Veriut, po edhe për gjithë vendin tonë, që Vlen e kundërshtonte me ngul për çdo ditë. Keni parë deri më tani për 15 muaj qeverisë ndonjë funksionar të Vlenit të del me ndonjë funksionar të Serbisë, ashtu siç Bojar Osmani ka bërë në mandatin e tij si ministër jashtëm mbi 11 takime, ndërsa asnjë takim zyrtar mos e bëj me shtetin fqin të Kosovës. Ata të cilët ja dhanë deshën që t'ja japin zemrën e Tetovës, vendin më të mirë, biznismenit kontravers i cili është në listat e zeza ndërkombëtare, në listën e zez amerikane, Daka Davidovici, ata kanë guximin dhe ata kanë moralin që të flasin për botën sërbe. Ata të cilët sollën bizneset sërbe këtu në Maqedoninë e Veriut derisa ishin në pushtet, ata nuk e kanë as pak kredibilitetin, as moralin që të flasin për botën sërbe. Është Vlen ai që punon për shqiptarët, është Vlen ai që punon për gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Dhe kur do të vinë zgjedhjet parlamentare, do të flasim edhe për temat nacionale në nivel kombëtar, do të flasim edhe për punët cilët e kemi bërë për 15 muaj, ndërsa ata duhet të gjithë këto punë që t'i zgjidhin për 2-3 vite pasi që erdhen më një herë në pushtet pas vitit 2010. Dhe duhet që të kalojnë 20 vite pushtet, çdo cikël zgjedhor t'i mashtrojnë qytetarët derisa ai ndryshim që ka nisur në Teteksin 2016, më pastaj u kurorzuar në 2021 në Tetov dhe në 2024 të ndodhi në nivel
nacional dhe të gjithë punët të cilët duhet të bëjnë interesat e shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve të arrijë vlenin që t'i zgjidh. Ashtu siç sollëm ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat, ashtu siç sollëm ligjin për shkollën e mesme medrese Isabeu që ta legalizojmë dhe gjithë ata nxënës të cilët do të shkojnë në këtë shkollë që njeh diploma, ashtu siç sollëm ligj për t'i bllokuar lojrat e fatit të cilët i kemi në çdo skaj, ashtu siç bëm one stop shopping apo pikën kufitare me një ndalesë në Bllaz dhe në Jazhinc, ashtu siç kemi punuar për këto 15 muaj, do të punojmë deri në fund të mandatit. Do të punojmë për rritje të pagës. Për 15 muaj bëm pagë në 400 euro, deri në fund mandatit do e bëjmë në 500 euro, ashtu siç për herë të parë ndahet buxheti reciprok në të drejtë dhe barabartë për gjithë qytetarët, duke mos bërë hile, duke mos i ndarë komunat janë të opozitës apo janë të pozitës. Dhe për herë të parë komuna e Tetovës ka marrë 12 milion euro nga qeveria, me që rast e dini që e keni pa edhe ju që për çdo ditë ka nga një eskavator, për çdo ditë ka nga një rrugë që grihet, asfaltohet me infrastrukturën toksore, po ashtu edhe me atë mbi toksore. Për herë të parë në Tetovë kemi shkollat të cilat do të ndërtohen nga fillimi. Ka qenë tema utopike për Tetovën këto. Për herë të parë niset dhe bëhet stadioni i qytetit komplet që nga fillimi. Për herë të parë hapet bulevardi, pas 12 vite hapet bulevardi. Do me thënë, keni një opcion që ka bërë punë të cilët edhe skeptikët më të mëdhenj të cilët nuk kanë besuar, i kemi bindur edhe ata që me të vërtet për 4 vite është punuar dhe do të punohet edhe në mandatin e radhës. Prandaj unë nuk dishoj në fitoren e madhe, sepse tetovarët din të vlerësojnë, tetovarët me 19 tetor këtë ndryshim i cili ka nisur do e vazhdojnë, këtë ndryshim rrënjësor të qytetit cilin e ka bërë kryetari Kasami do e shpërblen me 19 tetor, duke i dhënë përkrahje masovike dhe do e jap edhe një mesazh nga këtu. Mesazhin e parë atë natë me 19 tetor në mbrëmje të fitores do e jep Malësia e Tetovës, do e jep dhe do të tregon që Vleni fiton në Malësi. Reshica e vogël edhe Poroj do të tregojnë për diferencën cilën do e bëj Vleni, ndërsa përfundimisht ata të cilët do të thonë që nuk do të ketë balotazh dhe nuk do të ketë ram të ditë do të jeni ju me diferencë 4-1 që do të bëjmë në dhe do të dëshmojmë që punën cilën e ka bërë kryetari për 4 vite, ne do ja kthejmë me votë me 19 tetor. Kështu siç jeni mobilizuar, ju ftoj që këta 5 ditë të cilët kanë ngelur deri në ditën e zgjedhjeve të vazhdoj ky mobilizim, të trokasim derë më derë, të trokasim në çdo shtëpi, të trokasim edhe të ata të cilët kanë bindje të ndryshme politike, sepse punët të cilët bëhen në Tetovë bëhen për të mirën e të gjithëve, bëhen edhe për ata. Bëhen punë të cilët do të jetë edhe në interesin atyre, sepse janë e mirë e përgjithshme, është e mirë për gjithë qytetin. Për skaj atyre të cilët kërkojnë votë për të zhvat Tetovën, kërkojnë votë që ta kthejnë Tetovën ashtu siç ishte më përpara në Katrahur, me deponi, me ujë të papishëm, me infrastrukturë të shkatruar, kërkojnë votë që të kthejnë mbas.